Lideri suprem I Iranit Ayatollah Ali Khamenei mbajti sot një fjalim adresuar qytetarëve iranian lidhur me konfliktin e vendit me Izraelin. Në deklaratën e tij Khamenei tha se Izraeli ka bërë një gabim të madh, duke premtuar se do të ndëshkohet për veprimet ndaj Iranit. Udhëheqësi suprem I Iranit theksoi se populli nuk do të harrojë gjakun e martirëve dhe sulmin në territorin e tyre. Në të njëjtën kohë, ai vlerësoi reagimin e palëkundur të guximshëm dhe të qëndrueshëm të kombit iranian ndaj rastit të fundit të agresionit dashakeq të armikut sionist, siç tha ai. Khamenei gjithashtu paralajmëroi se çdo ndryrje ushtarake nga SHBA padyshim do të shkaktojë dëme të pariparueshme, duke dënuar deklaratat kërcënuese sipas tij të Donald Trump. Njerëzit e zgjuar që e njohin Iranin, kombin iranian dhe historinë e tij, nuk do të flasin kurrë me gjuhë kërcënuese, sepse kombi iranian nuk do të dorëzohet dhe amerikanët duhet ta dinë se çdo ndryrje ushtarake nga SHBA padyshim do të shoqërohet me dëme të pariparueshme, theksoi ai.